s'ke problem. Po s'kam si të ta pus. Pusësh. S'kam se si. Fjalla futje. Po s'kam se si, se në fund ditës kupton disa gjëra. Në momentin që unë s'jam aq afër teje, s'kam se si. Ditë një shembull. E mora vesh. Kam besim tek kjo, Pikërisht. dhe s'kam besim tek ty. Dura. Ose kam besim më shumë tek ajo se ty. S'ka di. E një të gjë. Por, nëse ndodh që kjo mua do më bëj një diçka në kurrizin tim, se nuk Unë ja përdor pranoj fjala, asaj më shumë se se ti. sa Lornës. Po. Po, edhe nëse ta bëj tash në kurriz, në momentin që ti s'ke besim, ti e ke pritur, kështu që nuk kam arsye domethënë që të ndihem keq nëse të bëj diçka në kurrizin tënd. Edhe pse s'e kam bërë, po nëse do ta kisha bërë dhe nëse do ta bëj. Jam duke përdor logjikën. Pikërisht, e kuptoj, po edhe unë po përdor logjikën në këtë rast. Po ti gjithmonë përdor atë që përdor unë? Jo, s'ka lidhje fare. Unë thjesht po të kthej përgjigje. Se si e thua ti, po ta kthej unë vetë. Po përdor atë që përdor ti. Pavarësisht se të dy përdorim logjikën. Nuk përdor. Se ma kthen përgjigje. Po jo, sepse ishim që të tre në dhomën e... Kujdes se ke ngel vetëm, je pasapin. Edhe qa pastaj, unë se kam pasapin kur. Mos këtë mua kujdes se ke ngel vetëm, unë vetëm kam marrë tu. Sapi s'ka qenë pjesë e lojës time. Po si do që ti? Si do që tjetë, unë e kam shoqe, po patjetër. Dhe kur dal për jashta, do takohemi e pres dhe një herë, s'është problem. Patjetër që po. Se ti mendon që mua s'ka ardhur keq, po kjo s'ka të bëj me faktin që... Po ke ngel vetëm, ç'ti ka? Kujdes se ke ngel vetëm pasapin. Kujdes, se Sapi ishte një person që sido që tjetë, e vej një krah, po të them, se plije me të, valla, i shkëmben dy fjalë që unë s'ti një gjoj. Po ta pshill, ti çdo gjë që të them unë e merr për keq. Mora për keq. A kena njëri tjetër këtu ti më të lidhur se Sapi? Jo, absolutisht. Paneta përmena, paneta kujdes se nuk e ke Sapin. Dakord. Atë e di. Në kjo ishte godit e fort që doli Sapi. Shumë godit e fort. Në mëndë që neve ca gjona Allah nuk po i morin vesh, që të bëhet jashtë. E vërtet është, pa.